aktivitet të bënte këtë në këtë moshë. Shurete Beluli sapo publikoi një moment romantik me burrin e saj. Shurete Beluli, e njohur gjithësisht si Bilbili i Mushtishtit, është padyshim një nga këngëtarët më të dashura dhe të pëlqyera nga publiku shqiptar. Gjatë këtij sezoni ajo ka qenë jashtëzakonisht aktive, duke marrë pjesë në një numër të madh dasmash, ahengjesh dhe evenimente të ndryshme muzikore, ku performancat e saj janë pritur me shumë entuziazëm dhe përkraje nga të gjithë ata që e duan në muzikën tradicionale dhe moderne shqiptare. Sonte, Shurete ka publikuar në profilin e saj një fotografi shumë të veçantë dhe tetë e bukur, ku shfaqet në një ambient të ngrohtë romantik dhe tetë elegant, që duket se është përzgjedhur me shumë kujdes për të transmetuar një ndjesi harmonike dhe relaksuese. Për të informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.